Të dashur shqiptar, jam tronditur pa mas, jam tronditur shumë sepse kam mësuar që sheshi i Athinës është quajtur gjithmonë nga arvanitasit plakia. Ka kuptimin tokë gri, tokë e shesht, dhe emri Greqia ose Graja, toka gri, është përkthim i fjalës plakos. Plak, tokë e vjetër, njeri vjetër, është njeriu i tokës. Në gjuhën greke ka marrë vendi i shesht si kuptim. Ka marrë dhe kuptim shtrat për lulet. Ndërsa është gjetur plake, qytet në detin Pontik. Shqiptohet plaki me i. Dhe është gjetur plakos, mali ngjyrë gri i mbushur me dëbor në Kikilia ose Sicilia. Është origjina e Sicilisë të dashur shqiptar, është çmenduri. Sicilianët janë nga Kikilia, nga Azia e vogël. Dhe atje është folur ilirishtja. Është e provuar kjo. Këta Kikiliat, Siciliat, vinë nga Azia e vogël dhe vendosen në Sicili. Dhe e vjetër është Plakos, është mali Plakos në Azinë e vogël. Këta ishin prygasit që banonin në Epir dhe u vendosën atje në shekullin e 8 para erës. Po ashtu një pjesë e mirë e Thrakisë është quajtur Plakia. Pjesa lindore. Jo, do dalë në balkon. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Nuk gjej dot fjalë, nuk arri dot ta përfytyroj se si Greqia e ka marrë emrin nga Plakia. Pra, kam patur të drejtë, fjala Pelasgia ka kuptimin pela ngjyrë gri ose koka e Demetrës, mbasi asaj u pre koka, kur atë dhunoi Poseidoni. Dhe ajo shkon në botën e përtejme për të fshehur atje nga turpi. Njëherë i vendosin kokën e lopës, i kanë vendosur dhe kokën e pelës. Demetra është quajtur Plakia ose perëndia më e vjetër e tokës. Në Shqip është Demetër ose në dhe. Po ashtu është dhe në gjuhën prygase që është folur në Iliri, në Prygja, në Shqipëri, përpara se emri të ndryshojë në Apeiros, me kuptimin i pafund, i pa kufi, që grekët gabimisht e shqiptojnë Epeiros, sepse pjesa A është pjesa mohore, do thotë jo në ilirisht, dhe të dashur shqiptar, emri Plakia është emri Greqisë. Përndryshe, emri Plakia ose emri Demetrës është Pelasgia ose drejt pelës gri, fjalë për fjalë. Gia do thotë drejt, përkundrejt, dhe vetëm në gjuhën ilire prapa vendoset parafjala. Është gjetur vetëm në gjuhën ilire kjo veçori që parafjalët dhe të gjitha ndajfoljet i prapa vendosen emrave. Pra, Gias Pelas, drejt Pelas, është bërë Pelasgias. Pelasgia. Ka qenë me L në gjuhën ilire, është bërë me L në gjuhën e Lakonias. Leja bëhet L vetëm në Shqip dhe në gjuhën e Lakonias, në gjuhën e Spartës. Pra të dashur shqiptar. Kemi të bëjmë një keq kuptim shumë të madh. Shqiptarët kanë kuptimet më të vjetra të fjalëve dhe çuditërisht të gjitha toponimet e lashta në Greqi, mbi 4000 prej tyre janë shqiptare. Do ja sjellun dal nga dal, por duhet konsultohem me ju, prandaj kur ju bëni komentet, përpiqeni të bëheni zemër mirë sepse unë për të mirën e gjuhës shqipe po përpiqem. Pra gjuha shqipe është e lidhur me gjuhën greke, nuk ka asnjë lloj diskutimi. Dhe ajo që për shqiptarët është Plakos, mali vjetër me dëbor, mal ngjyrë gri, në Azinë e vogël. Kjo është bërë një vend i shesht në majtë të malit në gjuhën greke. Po a ka vend të shesht në majtë të malit? Pra, një vend i shesht është bërë pikërisht në pjesën lindore të Thrakisë. Atje ka marrë kuptimin vend i shesht. Por ka qenë vend i vjetër, është përkthimi i fjalës nën Demeter, nën e tokës, që
që në gjuhën e purgazve është gda ma, ose nënë tokë. Gda i thon tokës, ma i thon nënës. Ndërsa në ilirisht është dhe metër, nën tokë. Tani, vetë emri i Akajës, Akejtë, e merr emrin nga ankthi i Demetrës. Dhe fjala ankth është vetëm në gjuhën helene dhe në shqip. Ankthi i Demetrës. Graja, grua e vjetër, është vetëm në helenisht dhe në shqip. Emri i Demetrës, Greqia. Të gjitha fiset japyge, sipas Plinit të Vjetër, flasin dialektin graja. Ata që hymnizonin Demetrën. Është e njëjta perëndi me emra të ndryshëm. Graja, perëndia gri, me flokët gri, që bëhet toka gjatë dimrit kur largohet lulëzimi i bimëve. Është Plakia, perëndia plak, siç i thon arvanitasit, edhe sot e kësaj dite. Është mali Plakos në Azinë e Vogël, Kikilia, Sicilianët. E sigurt. Është qyteti Plake, shqiptohet Plaki në greqishtën pontike, shumë të ngjashme me shqipen, ku fjala myga është bërë miza në shqip dhe në gjuhën e Cakonjas. Fjala gnosko në greqishtën e Piriotë është bërë njoh në gjuhën shqipe. Ka që ngjashme është greqishtja me shqipen, sa ju nuk e merrni dot me mend. Ato që ne i konsiderojmë fjalë ilire janë fjalë greke. Brindos është koka e drerit, është bërë brini në shqip. Nuk janë huazime. Këto janë fjalë të trashëguara e ka vërtetuar Norbert Jokli. Pra ajo që grekëve ju duket tokë e sheshtë, s'është as pak e sheshtë. Greqia është një vend malor të dashur shqiptar dhe Plakos është mal ngjyrë gri. Dhe ky është kuptimi më i vjetër. Është bërë tokë e sheshtë në Thesali sepse aty është lugin e ferm. Domethënë, në lugin toka duket e sheshtë, por vetëm në Thesali, në Pelasgi, Pelasgia. Kjo vërtetohet edhe me emrin e malit Pelion, që do thotë mali gri, këtë e din të gjithë. Është vendi ku pikërisht një perëndi gjysmëkale, Hiron, gjysmë njeri, ka edukuar Akilin në Pelion. Dhe të gjithë e dinë që në Pelion ka qenë mbretëria ilire sepse aty është bërë sulmi i Aleksandrit të Madh kundër Taulandëve. Është regjistruar në histori. Pra, çfarë ka ndodhur? Gjuha shqipe ka ardhur nga një grup dialektesh, përfshirë atë me sapen, që janë dialekte helene. Kjo është gjuha shqipe, të dashur shqiptar. Të gjitha këto janë fjalë të trashëguara në shqip, të provuara nga Norbert Jokli. Pra Plakia do thotë emri Greqisë në shqip, që është kthyer në një vend të sheshtë në Thesali, në Pelasgia dhe Plakia, ose shtrat për lulet. Por në fillim ka qenë vend gri, ankthi i Demetrës, Akaja. Flokët gri të Demetrës, Graja, grua me flokët gri. Tokë ngrirë në dimër dhe metër. Peloponesos e merr emrin nga Pelops, që do të thotë njeri fytyrë gri, njeriu i nën tokës, dhe Nesos gadishull ose ishull. Pra të gjitha emrat e Greqisë kanë kuptimin tokë gri në dimër. Të gjithë hymnizonin perëndinë e tokës, që ishte Plakos, mashkullore, Plakia femërore. Janë në greqisht, por kanë mbetur në gjuhën shqipe. Gjuha shqipe është një nga dialektet e lashta helene. Më saktë dialekti dorik. Të gjitha aty të çojnë. Po ti shikosh të gjithë filmat e mi, aty del. Dhe më e bukur është fjala miza, që në gjuhën helene është mia, dhe ka evoluar vetëm në gjuhën e Cakonjas, në gjuhën e greqishtës pontike dhe në shqip në myga dhe pastaj në myza, dhe është bërë miza. A e kuptoni apo jo? Vetëm gjuha shqipe dhe gjuha greke janë kaq të ngjashme. Fjala klaja me kla është vetëm në gjuhën shqipe dhe në gjuhën greke, dhe unë kam gjetur qytetin Klaja në Greqi. Unë kam gjetur qytetin Maleja në kepin Maleja, do thot malet. Në greqisht
Të dashur shqiptar, ky është zbulimi im, askush se ka ditur para meje. Si e bëron këtë zbulim? Në bashkëpunim me Arvanitasit dhe Arbreshët. I vetëm ata po më ndihmojnë, po si po më ndihmojnë ata? Duke më shkruar, duke më dhënë këshilla. Prandaj, të gjitha zbulimet e mia janë epokale, të papërsëritshme dhe të vërteta. Pranoni. Unë jam bërë gjeni me ndihmën e Arvanitasve. Ju a dedikoj atyre çdo film që bëj. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim, të dashur Plako. Ore Plak i vjetër, ore Helen i dashur. Ti shqiptari je një Helen i dashur. Pik. Mbaroj kjo. Iku. Greqia ju përket shqiptarëve, por dhe grekërve. Është toka jone e përbashkët. Kjo është e vërteta, jemi vëllezër. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.